Kjo është zona në të cilën gjatë natës së mbrëmshme u gjet trupi i pajetit 42 vjeçarit AB nga qyteti i Tetovës. Ai dyshohet se me një plumb në kokë është vrarë në këtë zonë, ndërsa edhe gjatë ditës së sotme policia e Tetovës vazhdon të hetoj vendin e ngjarjes dhe të kërkoj gjurmë të tjera. Trupi i pajetit 42 vjeçarit u gjet nga banorët e zonës të cilët e kanë parë një veturë të parkuar me 42 vjeçarin brenda të vrarë. Menjëherë në vendin e ngjarjes kanë dalë organet kompetente, ndërsa sipas prokurorisë së Tetovës, tashmë policia ka marrë udhëzime për të vepruar që të zbardhet në tërësi rasti. Është kryer kontroll në vendin e ngjarjes, janë dhënë edhe disa udhëzime dhe urdhra me qëllim zbulimin e kryerësve për shkak të dyshimeve se vdekja është rezultati një vepre penale. Është dhënë urdhër për autopsi, urdhër për tërheqjen e automjetit dhe gjurmëve të tjera nga vendngjarja që do t'i nënshtrohen ekspertizës, urdhër për sigurimin e incizimeve nga kamerat e vëzhgimit, si dhe prova të tjera, po veprohet sipas urdhrave. Për të ndjerin një ditë më parë, familja kishte raportuar se është zhdukur. Burimet të televizionit 21 thonë se policia ka 2 pista në të cilat po kryen hetime për t'i gjetur autorët.